a duket sikur SBA dhe Izraeli ndoshta nuk e kishin kalkuluar shumë mirë forcën që kishte Irani lidhur me sulmet raketore, por qoftë edhe me një strategji të mundshme që tani Irani po e përdor që po godet edhe vendet fqinje. Më lejot që të bëj një korrigjim të vogël. Unë mendoj që mbas kalimit të disa javëve kemi diçka qartësi më shumë se sa kishim në fillim. Që kjo është një përplasje e fortë, një përplasje serioze, tani më kjo nuk ka më dyshim. Unë do ta shihja përtej lindjes mesme, është një zonë nevralgjike, ka qenë gjithmonë lindja e mesme për shkak të asaj që është aseti vetë më i madh, që është energjia. Dhe lufta që bëhet në shumë plane në lindjen e mesme ka për bazë pikërisht aksesin tek burimet energjetike. Le të mos harrojmë që një pjesë e mirë e Azisë, duke përfshirë Kinën, duke përfshirë Japoninë, Korenë e Jugut, por edhe Evropa, e marrin gazin e lëngshëm dhe naftën që janë shumë të nevojshme për industrinë e tyre dhe për mbijetesën e tyre ekonomike, pikërisht nga kjo zonë. Dhe ajo që ka ndodhur është që përpjekja fillestare ishte për t'i prerë kokën sistemit dhe për të ndryshuar regjimin, mirë po përfundoi që sistemi ishte i pavarur, të paktën deri më tani, sistemi i Iranit ishte i pavarur nga njerëzit e veçantë, nga individet e veçantë, dhe përkundrazi ka pësuar një lloj forcimi të brendshëm për shkak të rrezikut jashtëm. Nga pikpamja ushtarake, e përsia e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe deri diku dhe e Izraelit, që nëse ka mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka e përsi të dukshme të paktën ajrore, u duk se ishte e madhe, mirë po jo më larg se sa dje, një nga avionët më të fundit të nivelit 5, F-35, u rrëzua, pavarësisht se nuk u shkatrua, i rezistoi raketës antiajrore, por u rrëzua nga raketat antiajrore iraniane. Pra, lufta është vetëm në fillimet e saj dhe Irani është duke përdorur të gjithë levat e mundshme për të rrezikuar ekonominë botërore tani më, jo thjesht vendet e gjirit, por ekonominë botërore duke e futur atë në një spirale jashtëzakonisht shumë të rrezikshme. Ajo që duket është që kanë mbetur shumë opsione, mirë po cili do opsion ka me vete problemet e veta. Dhe unë mendoj që zgjidhja do të jetë ose një përshkallëzim i mëtejshëm i situatës, ose do të ketë një lëvizje tektonike dhe një ndryshim të forcave hegemonike në lindjen e mesme. Për këtë po luftohet. Pra kjo është lufta. Po sigurisht që secili plan që është bërë fillimisht bie në ditën e parë të luftimeve, generalet zakonisht e kanë këtë ide në kokë që plani më i mirë ndryshon mbas ditës parë të luftimeve, sepse ekziston kundërshtari, ekziston lëvizje të pa njohura të kundërshtarëve e të tjera. Pra, sigurisht që në ndërhyrje të tilla ka plane A, B, C, D dhe E, ka shumë mënyra të ndryshme për t'ju kundërpërgjigjur, por ajo që po ndodh është që praktikisht Irani është duke rrezikuar situatën në rajon, është duke bërë një luftë strategjike me afatin e gjatë, në mënyrë që të detyrojë me anë të levave ekonomike largimin e Amerikës si hegemon nga lindja e mesme, dhe pikërisht për këtë arsye është duke u zhvilluar përpjekja dhe përplasja. Problemi që shtrohet është që pse u mor ky vendim, bazuar në cilat interesa dhe kujt i shërben një vendim i tillë. Pra, me sa shoh unë, me sa analizoj unë, ky ka qenë një vendim që është marrë thjesht në nivel personal, për arsye personale të Edi Ramës, i cili përpiqet që ta heqë vëmendjen nga problemet që ai ka
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket drejtësisë. Dhe përpiqet që të përdori shtetin shqiptar si vegël këmbimi, si këmbyes për interesat e veta personale. Ky është problemi, sepse rreshtimi i Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është problematik, përkundrazi. Ajo që është problematike është se kujt i shërben, me çfarë arsye, cilat janë arsyetimet diplomatike, çfarë merr në shkëmbim shteti shqiptar të kësaj mbështetje të gjithanshme. Nuk është e kushtëzuar kjo mbështetje me asnjë interes të ngushtë të shqiptarëve, nuk ka kushtëzim as për Kosovën, as për interesat tjera të shqiptarëve, kështu që është thjesht një lëvizje e një politikani i cili kontrollon shumë çka në Shqipëri për të mbrojtur interesat e veta personale dhe për të dalë për ta vënë veten në një dritë të duhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të funksionojë, është një vendim i cili është marrë pa bërë analiza të brendshme të situatës ndërkombëtare, e cila jemi në një përshkallëzim jashtëzakonisht shumë serioz të luftës, e cila po vazhdon prej disa javësh në lindjen e mesme dhe po zgjerohet. Nuk ka një analizë që si e prek kjo Shqipërinë, cilat janë interesat e Shqipërisë në këtë luftë, dhe si duhet mbrohen ato, cili duhet të jetë bashkërendimi i forcave shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, por në Kosovë, në Iliri dhe kudo tjetër, për të përballur me këto rreziqe që na kanosen. Pra, nuk ka asnjë lloj profesionalizmi në marrjen e këtij vendimi. Ngritja duket sikur më shumë se sa një, po themi, vendim për të mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një vendim që bëhet në mënyrë që Rama t'i bie në sy Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të thënë shiko unë jam me ju. Pra, a duket si kjo qasje si sa një vendim që thuhet po ne jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me luftën që po zhvillohet në Iran. Padyshim që është kështu, por jo vetëm për Ramën, por Rama është duke marrë përsipër që ta bëjë këtë në emër të Parisë së Tiranës. Pra, ajo që Paria e Tiranës kërkon është që të mos i preken interesat brenda për brenda shtetit shqiptar, të mos i preket sundimi i shqiptarëve dhe të vazhdojë kjo status quo ku mbizotron hajnia e tyre, ku mbizotron antishqiptaria e tyre, ku mbizotrojnë shumë fenomene negative të cilat SPAK-u dhe drejtësia e re po përpiqen t'i kundërvijen. Këtu ka një problem shumë të madh sepse përveç faktit që përdoret shteti si një instrument privat i njërit apo tjetrit, kjo është tani më pjesë e një historiku të gjatë që në Shqipëri shumë çka merret vendim për interesat e ngushta të momentit. Askush nuk sheh pak më larg se sa dita e sotme, se sa ngjarjet e ditës, sepse në fakt nuk kanë asnjë lloj interesi për të mbrojtur interesat kombëtare, interesat e shtetit shqiptar dhe për të përgatitur për problemet dhe për situatat shumë serioze të cilat po afrohen mjerisht. Sigurisht që zoti Rama e bën këtë për t'i shpëtuar lakut, por jo vetëm të vetit, por e gjithë Paria e Tiranës, sepse duhet ta theksoj edhe një herë tjetër, e kemi thënë disa herë këtu, po ja vlen që të theksohet. Paria e Tiranës vepron kompaktësisht si një trup i vetëm, secili ka detyrat e veta. Edhe kur protestojnë, edhe kur hedhin molotov, edhe kur duket sikur po luftojnë kundër regjimit, interesi i tyre i ngushtë dhe i gjerë është ruajtja e sistemit. Sigurisht që gjithsekush do kishte dëshirë prej tyre që të ishte në krye, pra do donin ta zëvendësonin zotin Rama në krye, por nuk duan zëvendësojnë sistemin. Dhe veprimi i kryeministrit, duke dalë i pari, a thua se Shqipëria është në një vend që ka në një peshë shumë të madhe, përveç faktit që mbështet diplomatikisht
Shqipëria nuk ka ushtri për të ndihmuar, Shqipëria është antare e NATO-s dhe nuk i jepen informacionet sekrete, sepse është si sit që rrjedh informacion nga të gjitha anët. Shqipëria është një vend që shpopullohet nga shqiptarët, është një vend që ka shumë probleme, pra gjitha këto probleme janë të njohura për të gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe për të gjithë aleatët tanë, por Shqipëria sillet si një republik bananesh, as republik bananesh jo, dhe merr pozicione të ndryshme her pas here, pa justifikuar sepse i marrin, pa justifikuar çfarë don popullata, pa i hyrë asnjë lloj procesi serioz të politikbërjes dhe të shprehjes së vullnetit të popullit shqiptar.